Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Ritakohemi vëllezër pas një ndërprerje me librin ton të Sahih Dua, sartësimi i duas. Dhe tema e radhës ka të bëjë me historikun e tezbive, për atyre ruazave, me të cilat një pjesë e muslimanëve bëjnë tezbih, dhikr, madhërojnë Allahun. Pse kjo temë? Sepse po të kujtojmë temat e fundit kanë qenë pikërisht rreth mënyrës së bërjes së dhikrit. Dhe a është e saktë me tezbih apo jo, me temjet? Ne i themi tezbih, por tezbih quhet veprimi, ndërsa në gjuhën arabe quhen subha, i thon subha. Por ne, për të kuptuar, do të përdorim termin tezbih, me që të shumë njihet. Thot autori, Allah më shiroftë, së pari thot për kufizimi i tyre, dhe thot atë që përmendëm më parë, që ai mjeti, ato ruazat e lidhura me atë fijen, që pothuajse të gjithë kemi parasysh, në gjuhën arabe quhen subha, dhe rrjedh nga fjala et-tezbih. Dhe fjala tezbih ka kuptimin e shprehjes subhanallah. Pra kur themi tezbih, cili është qëllimi me të? Madhërimi i Allahut me fjalën subhanallah. Dhe subhanallah çfarë do të thotë? Subhana ka kuptimin e lartësimit, shenjtërimit, pastrimit të Allahut nga çdo mangësi që mund t'i veshin krijesat. Siç bëjnë të krishterët që thonë Zoti ka fëmijë, ka bashkëshorte, apo siç thonë betashin që shenjtorët tanë janë të barabartë me Zotin. Pra, e bën Zotin të barabartë me krijesat, apo i heqin atij një cilësi për cilësive të tij, apo i veshin atij një cilësi që ka mangësi. Siç thonë për shembull të krishterët që kur Zoti krijoi dynjan për 6 ditë, në ditën e 7 e bëri ditën e 7 për të shplodhur. Apo thonë në librin e tyre, që normalisht janë deformime që i kanë bërë ata ndër shekuj, thonë që kur Zoti krijoi njeriun e parë, pra Ademin alayhis salam, dhe pas se si shejtani e humbi atë, atëherë ndjeu si keqardhja, apo mendoi se mos ndoshta ka bërë gabim. Allah subhanahu wa taala është i gjithditur, nuk ekziston në dyshja, paqërtësia dhe as mendimi tek ai. Mendimi është cilësi e dikujt që kërkon të njohë diçka dhe i duhet të mendojë. Allah subhanahu wa taala di gjithçka. Di gjithçka, mjafton të thotë bëu dhe çdo gjë bëhet. Është i plot fuqishëm, është i përsosur dhe i përkryer. Pra këtë kuptim ka fjala subhanallah, pra ti e lartëson Allahun, jo vetëm si qenie e tij, pra që Allah është më të lartë në lartësi, por edhe si Zot, si të adhuruar, si krijues, e lartëson nga çdo mangësi, nga çdo gjë që është e ulët, por është i përkryer dhe i përsosur. Dhe kjo fjalë realisht nuk ka ekzistuar më fillimisht tek arabët. Kjo fjalë, se do të kuptohet më vonë, do ta përmendim se s'ka ekzistuar kjo fjalë, ndërkohë që është e përhapur sot. Dhe as nuk ka qenë pjesë e fjalorit të gjuhës arabe, por lindi në fillimet e brezit të parë, pra me fillesat e Islamit. Kur filloi Islami tek arabët, atëherë hyri dhe ky term. Dhe kjo për të ndihmuar ata që bënin dhikr që të numëronin dhikrat e tyre. Keni parasysh, me anë të që të numëronin dhikrat e tyre. Ndërsa në shariat, kjo fjalë ka kuptimin e duas, por edhe të namazit nafile. Për shembull, namazi i duhas, ai i paraditës quhet ndryshe edhe subhatu duha. Subha e duhas, ka dhe kuptimin e namazit nafile. Dhe cila është lënda e tyre, thot autori më pas. Autori na jep një studim të shtjelluar rreth këtij mjeti.
Lënda atyre ndryshon, siç jemi dëshmitar të gjithë, pra gjithë jemi parë, ka prej lëndëve të thjeshta, drur, plastik, por ka edhe prej gurëve të çmuar. Kjo në varësi të përdoruesit të tyre. Dikush ka mundësi t'i blej vetëm të thjeshta, dikush i do një material më të shtrenjtë, i merr më të shtrenjtë atje. Po ashtu edhe ngjyrat e tyre ndryshojnë. Në disa janë me të njëjtën ngjyrë, në disa janë të zbukuruara, por ashtu dhe format e tyre kryesisht janë të rrumbullakta, por do të gjesh edhe me cepa pak të rdhendura etj. Çështja tjetër është se thot autori Allahu mëshiroft burime të ndryshme, pra referenca të ndryshme, libra apo fjalë dietare që janë përmendur më parë rreth këtij mjeti, tregojnë se tesbit janë risi në çdo sheriat që ka zbritur Allahu. Pra nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e ligjeve, feve, një fe ka zbritur Allahu, por sheriateve që ka zbritur Allahu tek pejgamberët e mëparshëm. Nuk ka qenë pjesë të ta dim ta kemi të qartë. Pra që mos mendojmë se mund ta ketë pasur dikush nga profetët e mëparshëm dhe ka ardhur tek umeti Muhamedit alayhis salatu wassalam. Jo. Nuk ka qenë pjesë e shpalljes e sa asnjë prej profetëve të mëparshëm. Por ka ekzistuar tek fetë e shpikura nga njerëzit. Tek ato janë ngjurmuar, kur kanë ngjurmuar historikun fillesat e tyre, e kanë gjetur tek fetë pagane të shpikura nga njerëzit që në shekullt e hershëm dhe thuhet që datojnë apo gjurmët e tyre janë gjetur që në vitet 800. Që në vitet 800. Pra ne jemi në 2025 që në vitet 800 dhe përdori si një mjet në adhurimet tek budistët. Fillesat e tesbive, pra asaj fijes me ruaza, daton apo i ka tek budistët. Dhe budistët janë pasues të budizmit, një fe pagane që kanë ato idhujt e tyre të veçantë, gjë për cilën Allahu nuk ka zbritur asnjë argument. Dhe më pas do të kalonte tek brahmanët që janë në kasa e priftërinjve të tyre, të tyre. Dhe nga ata do ta merrnin të krishterët. A i keni parë që dhe të krishterët kanë ruaza? I keni parë? Ndoshta mund të keni parë më shumë të katolikët. E kanë dhe ortodoksit? Pra të krishterët, të priftërinjt, kryesisht të priftërinjt dhe murgjit e tyre. Pra nga India, ku datojnë fillesat e këtij mjeti, do të kalonte tek Azia perëndimore, tek pjesa e Azisë perëndimore, sepse ka pasur, ashtu siç ka, sot në minorancë, elhamdulillah, për shkak të udhëzimit, ka pasur qendra të mëdha të krishterimit në lindjen e mesme. Ka pasur. Dhe tesbiut e të krishterët, thot autori, na tregon diçka si janë tesbiut e të krishterët, sepse autori po na sjell një studim rreth këtij mjeti, prandaj edhe ne po i përmendim, e kupton? Përbëhet thot nga 50 ruaza, ajo fija, pra me ato ruaza, përbëhet nga 50, të ndara në 4 pjesë të barabarta. Të ndara në 4 pjesë të barabarta. Nga këto thot, nga ky rreth fije tesbive, varet një fije tjetër që ka 2 ruaza të mëdha dhe poshtë saj 3 të tjera të vogla. Dhe poshtë saj tjetër të vogla dhe në fund përfundon me një kryq. Keni parasysh? Me tesbit e mëdha bëjnë madhërime për Zotin, madhërojnë Zotin dhe numërojnë atë dhikrin që kanë ata. Kurse me tesbit e vogla, me këto 3 të tjera të vogla, bëjnë madhërime për Merjemen, alayhis salam, për Merjemen. Dhe ata bëjnë shirk në madhërimet e tyre për Merjemen, dhe Merjemja është e pastër, larg, e pafajshme nga shirku i tyre. Allahu i lartësuar e ngriti lart famën e saj deri në kiamet si besimtare mirë, devotshme, e ndershme, në kulmin e ndershmërisë, turpit, drojës, që duhet të ketë një femër duke bërë model për femrat. Dhe nëna një pejgamberi të madh të Allahut. Dhe më pas
shprehin përsëri apo bëjnë përsëri madhërime për Zotin dhe këndojnë apo recitojnë praktika të besimit të krishterë dhe mendojnë se gjatë këtyre praktikave atyre do të shfaqen apo do të zbulohen fshehtësi të besimit. Pra dogma që kanë ata dhe ne e dimë që dogma atyre është shirk dhe kufër për Allahun e madhëruar. Thot autori më pas se tesbih, siç u njohëm, kanë lindur shumë kohë më parë dhe fillesat i kanë tek ndoshta tek budistët, thot, janë të parët që mund t'i kenë përdorur jo në bazë të gjurmimeve, është në për tekste që janë përmendur. Ndërsa të krishterët hyri në mesjet dhe u përhap kryesisht, pra përhapje, shtrirje, si përdorim pati në shekullit 15 dhe 16. Ndërsa për sa i përket muslimanëve, kur hyri ky mjet, duhet dim, thot autori, se ata nuk e njihnin përdorimin e këtij mjeti gjatë fillesave të Islamit. Nuk e njihnin fillimisht. Pra, nuk është diçka që e veproi apo e kishte te mjet profeti alayhi salatu wassalam. Por i numëronin dhikrat e tyre me anë të mollzave të gishtave, guralecëve, bërthamave të hurmave, pemëve, fidanve apo rënjeve të pemëve, apo fijeve me nyje. Fije, ku kishte nyje, pra bëshin fije me nyje, dhe për çdo nyje thonin nga një dhikër. Pra me çfarë i bënin fillimisht muslimanët? Me moza, me guralec, me bërthamat e hurmës, apo dhe fije me nyje. Për sa i përket mozave, kjo është përcjell në hadithe të profetit alayhi salatu wassalam, si thot inna ummatun ummiyya la naktub wa la nahsub ash-shahru hakadha wa hakadha, yani marra 29 wa marra 30. Ne jemi ummet analfabet. Çuna që në arabët fillimisht? Sepse arabët ishin fillimisht ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Fillimisht ummeti që besuan ata ishin. Ata për qartë këtij. Dhe tha, ne jemi ummet analfabet. Nuk shkruajmë dhe nuk llogarisin. Prandaj muaji është hakadha, kështu dhe kështu. Një herë 29 dhe një herë 30 ditë. Dhe thot autori dhe bëri shenjë me gishtat e duarve të tij. Pra, hakadha. 29. 30. Apo jo? Një herë kështu dhe një herë kështu. Dhe pra profeti alayhi salatu wassalam u tregonte se llogaritjen me duar, me gishta. Dhe akoma më i qartë është hadithi tjetër ku profeti alayhi salatu wassalam u drejtohet sahabeve, grave, alaykunna bit-tasbih wat-tahlil wat-taqdis wa'qidna bil-anamil. Bëni tasbih, pra thoni subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, taqdis, pra madhërim për Allahun. Wa aqidna bil anam, dhe numëroni me anamil, me mollza. Pra e drejt për drejt, si fjalë nga profeti alayhi salatu wasallam. Apo hadithi tjetër i njohur dhe tha më pas profeti alayhi salatu wasallam në vazhdim të hadithit, fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wa la taghfalna fatansina ar-rahma, sepse këto janë mas'ulat, përgjithëse, pra do të pyeten. Mustantaqat, folse, do të flasin në ditën e Kiamit, do dëshmojnë, o Zoti im, ky ka bërë madhërim për ty me anë të neve. Me anë nesh, ka bërë madhërim për ty me anë nesh, na ka përdorur ne për madhërimin tënd. Dhe kjo është gjë e mirë, pra që pjesë të trupit do dëshmojnë për hajër për ty. Prandaj nuk duhet besimtari të largohet këtij udhëzimi të profetit alayhi salatu wassalam. Dhe mos harroni dhe ruajeni pa kujdesis që ju çon në harrimin e mëshirës. Cili është kuptimi me këtë pjesë fundit të hadithit? Kuptimi është që mos e lini dhikrin, mos u bëni të pakujdesshëm, të jepeni pas gjërave që s'kan vlerë dhe të harxhoni kohën duke mos bërë dhikr. Dhe të shu harroni shkaqet me të cilat fitoni mëshirën e Allahut. Fatensinë rahme, pra humni mëshirën e Allahut. Gjithashtu përcillet nga Abdullah ibn Amri ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma se ka thënë, kam parë profetin alayhi salatu wasallam ya'qid bit tasbih,
që kur bënte tasbih yaqit, pra numëronte ato me mollzat e tij. Ndërsa dhikri me guralec, pra që e numëronin me anë të guralecëve, një gjë e tillë është ka përcjellë Ad-Darimiu hadithin Ibn Mas'udit, që kemi përmendur më parë, që e përcjellë Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, që shkonte në shtëpia në mëngjes, në sabah, të shtëpia e Ibn Mas'udit, dhe pret derisa ai të dalë, dhe kur dal i thotë që kam parë në xhami disa njerëz që bënin diçka të çuditshme, por nuk veprova dhe nuk u thash gjë pa marrë më parë mendimin tënd. Shkon me Ibn Mas'udin te xhamia, në për të rënë shkurtimisht se kemi përmendur më parë, dhe shohin grupe njerëzish, pra një rreth me ndoshta 10 vet për shembull, një rreth me më tepër, një rreth me më pak e tjerë, dhe para tyre secili mbante një mas guralecësh. Dhe njëri prej tyre thoshte subhanallahu, dhe ato të gjithë me një zë subhanallahu, dhe numëronin me një gurë. Alhamdulillah, alhamdulillah, të gjithë me një gurë. Dhe i kritikoi ashpër Ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, duke konsideruar të gjë si bidat, të lloj dhikri si bidat. I kritikoi ashpër dhe u tha, rrobat e profetit alayhis salatu selam akoma nuk janë vjetëruar, nuk janë grisur. Pra vdekja e tij është akoma afër, enët e tij akoma nuk janë thyer. Dhe ju vini me ritësi, vini me gjëra të tilla, a mos jeni ju më të mirë se sahabët e profetit alayhis salatu selam? Pra këtë gjë po bënin disa nga tabiinët, brezi që i përkiste tabiinëve. A mos jeni më të mirë se sahabët, apo dini diçka që ata nuk e dinin, ja kaluat atyre? Pra, ja refuzoi këtë gjë. Por gjithashtu ka pasur disa nga sahabët që bënin dhikr me gurales, normalisht jo si forma e atyre njerëzve që kritikoi Ibn Mas'udi, që nditeshin bashkë dhe bëshin dhikr me xhamat, jo, por në mënyrë individuale, dhe nuk ka gjë që dhikri bëhet në mënyrë individuale në çfarëdo kohë, nuk ka kohë të ndaluar për dhikrin. Siç përcjell nga Abu Huraira, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Safia, Abu Sa'id, të cilët bënin tasbih me guralec. Pra numëronin atë dhikrin e tyre me guralec. Ndërsa me anë të bërthamave të hurmave, to kanë qenë mjetet e sahabëve në atë kohë. Vjen në hadithin e Safijes, e cila thotë se erdhi tek unë profeti alayhis salatu wassalam dhe unë kisha para vetes 4000 bërthama hurme. 4000 bërthama hurme para vetes, që me to bëja tasbih. Dhe kur më pyeti profeti alayhis salatu wassalam, i thash se me to bëj tasbih, ai tha ala u'allimuka bi akthara mimma sabbahti, a do të mësoj ty një shprehje që është më shumë se tëra i dhikr që ti ke bër, tëra i tasbih që ti ke bër? I thash po, më tha quli subhanallah adada khalqi, dhe vazhdon hadithi që kemi marr, thuaj subhanallah sa numri i krijesave të tij e tjerë. Gjithashtu tasbihu me bërthama e hurmës e bënin edhe sahabët të tjerë si Abu Huraira, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Dardaja radhiyallahu ta'ala anhum. Ndërsa tasbihu me anë të pemëve, transmetohet se Ali ibn Abdillah ibn Abbas, pra nipi ibn Abbasit, ka pasur 500 rrënj ullinj, dhe çdo ditë falte 2 rekat në çdo rrënj. Jo se është mirë të falesh në tek rrënjën e pemëve, ullije çfarëdo që. Jo, por e bënte thjesht për të numëruar. E kishte si mjet për të fiksuar se sa rekate ai fali kaq rekate në ditë apo jo. Ishte kollaj. Se normalisht aq shumë rekate sa i binte të falte, pra 500, 1000 rekate, patjetër duhet diçka për ta mbajtur mend. Duhet diçka për ta mbajtur mend dhe vepronte në këtë mënyrë. Ndërsa për sepërtet fijes me nyje, për cilës e Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ka pasur një të tillë me 1000 nyje, me cilën numëronte dhikrin dhe tasbihun e tij dhe nuk flinte pa bërë tasbih me të, pa bërë më parë dhikr tasbih me të. Pra gjë që tregon dhikrin e madh të sahabët. Gjithashtu një të tillë ka pasur edhe Fatimja bint al-Husayn ibn Ali, pra nga pasardhësit e profetit alayhis salatu wassalam, që me të bënte tasbih. Thot më pas autori, Allahu më shiroj, pasi përmendi këto argumente, këto transmetime, thot, të gjitha këto transmetime që ne përmendëm, tregon se muslimanët në fillimet e tyre, pra, por deri dhe në fillimin e shekullit të dytë,
e tjerë, nuk e njihnin përdorimin e tezbive, pra atyre ruazave. Nuk e njihnin, akoma. Nga e marrin të, sepse bënin me guralec, me fije me nyje, me bërthama, me anë të mollzave, dishtave e tjerë. Por, thot, si që përcjellin dietarët, ndërta e Zubejdi, që përcjell në librin e tij Taj, nga shejhu i tij, se ka thënë se të subha, fjala subha nuk është prej gjuhës së arabëve. Nuk është prej gjuhës së, nuk ka ekzistuar si term. Si term, subha e tillë nuk ka ekzistuar tek arabët, por ka lindur me në pasi filloi periudha e parë e Islamit. Dhe këtë gjë e bën thot për të numëruar dhikrin e tyre, pra që ishte si ndim, dhe më pas thot autori, kur filloi të përhapet apo të hyjë tek muslimanët, kryesisht të parët të cilët filluan t'i përdornin ishin muslimanët e thjeshtë, pra jo njerëzit e dijet, të mjetë. Dhe po të vini re dhe sot kësaj dite, nuk kemi parë dietar të mirë, të vërtet, të drejtë, që të mbajnë një mjet të tillë. Dhe pra kanë qenë muslimanë të thjeshtë, të paditur. Apo atyre të cilët pretendohej se ishin prej të mirëve. Dhe derisa në shekullin e 3 thot, një mjet i tillë, pra to tezbih me ruaza e tjerë, do të shfaqeshin në dorën e një prej dietarëve që i mbajnë sufistët, pra që e kanë si referencë të tyre, Ebul Qasim el-Gjuneidi. Të cilit kur ja kanë tezbih në dorë, e kritikuan atë dhe i thanë, ti je njeri me pozit, se mban diçka të tillë. Çfarë tregon kjo fjalë? Tregon për çmim. Pra që nuk duhet. Sepse ti je i ditur dhe këto i mbajnë vetëm thjeshtët, nuk është për rangun tënd. Por ai e mbrojti këtë gjë, pra të gjë të tillë, duhet të thënë, kjo është një rrugë me të cilën unë arrita tek Zoti im. Këto janë fjalë që ne i përmendim si dëshmi historike, jo se janë të sakta të arsyetime e tjera. Gjithashtu për cilën thotë edhe hadith, për cilën një hadith i dobët, por edhe më keq i trilluar, pra krejtësi pa vërtet, që gjoja, profeti alayhis salam ka thënë për tezbit, se janë përkujtuese të mira. Nuk ka hadith të tillë, nuk e ka thënë kurrë profeti alayhis salam, por është i shpikur. Pra kanë shpik njerëzit e bidatit, dënjeshtarët. Allahu na ruaj. Dhe thot autori më pas në përmbledhje të temës që jemi, thotë se kështu thot do të vazhdonte mbajtja dhe përdorimi i këtij mjeti të zbive, duke bërë i dashur për disa muslimanë dhe i urryer për disa të tjerë. Pra disa e preferonin, disa nuk e pëlqenin, e urrenin. Derisa duke kaluar kohë pas kohe, duke u zhvilluar akoma edhe më shumë. Derisa thot në shekullin e 5 të Hijrit, do të shohim thot se kryesisht ata që përdornin tesbih do të ishin gratë e sufistëve. Pra përdorim të gjerë në shekullin e 5 do të ishin nga gratë e sufistëve, por më pas do të fillojë të përhapej edhe ndërmjet burrave. Ndërsa thot përsa i përket numrit të tesbihëve, të ruazave, ajo që zgjodhen muslimanët është 100 ruaza. Kjo thot siç vjen në hadithet e profetit alayhis salatu wassalam, i cili u mësoi umetit e tij tezbihun pas çdo namazi, atë dhikr, 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu akbar. Por vjen edhe 33 herë Allahu akbar. Vjen edhe 33 dhe 34 herë. Më pas ky studim ka tema tjera që do t'i marrim inshallah netët e ardhshme, por ajo që duhet të tërësojmë vëllezër,
dhe që kemi përmendur në temat e mëparshme, autori i librit është nga ata pjesë e dietarëve që nuk e lejojnë dhe shohin si diçka të ndaluar, risi, bidat në fe, përdorimin e tesbive, aty të mjeti. Edhe pse një pjesë tjetër e dietarëve e lejojnë në raste nevoje. Por edhe e pjesë e dietarëve që e lejojnë, tërheqin vërejtjen dhe thonë, jo të mendohet se tesbit janë më të mira se mollzat apo gishtat gjatë dhikrit. Ky është suneti dhe kjo është më e mira gjithmonë. Por nëse të duhet të bësh dhikr gjatë, mund t'i përdorësh. Dhikr nafile për shembull, mund t'i përdorësh. Dhe jo të mendohet se ato kanë një vlerë në fe. Ato janë thjesht mjet. Mund të kemi parë për shembull, unë kam parë, por edhe ju mund të keni parë edhe në xhamia tona, në një person që bën tesbih dhe mas namazit dhe i puth ato. Apo i mban para vetes, i rregullon, kujdeset për to, i vendos drejt, duke i dhënë atyre një vlerësim apo një shenjtërim, si më thënë, që nuk e kanë, dhe as nuk është prej fesë. Ato janë thjesht mjet. Janë thjesht mjet për të ndihmuar ty në një adhurim. Nuk kanë ndonjë vlerë apo mos i lërën tokë, por vëri në një vend të lartë e tjerë. Kjo është exagjerim dhe ekstremizëm. Kjo kalon në bidat pastaj. Kjo kalon në bidat. Pra edhe pjesë e dietarëve që e lejojnë, diçka të tillë, prapë tërheqin vërejtjen. Thonë, jo të kalohet në një formë apo ekstremizëm të tillë që përmendëm më parë. Por normalisht më e mira për muslimanin është suneti i profetit alayhis salatu wassalam. I dërguari i Allahut bënte shumë dhikr. Dhe nuk përdorte një mjet të tillë. Nuk përdorte një mjet të tillë, sidomos nëse je njeri që shihesh nga të tjerët, hoxh, dietar, nxënës dije të tjerë, e mirë është mos i mbash, të mos i përdorësh. Sepse ndërmjet muslimanëve ekziston padituri për fenë e tyre dhe dikush mund të mendojë se ky është sunet. Patjetër duhet të jesh tesbih se janë sunnet. Ose për shembull ka një pjesë të muslimanëve që shkojnë për umra apo për haxh dhe vinë si dhurata me tesbih për t'ia dhënë vëllezërve. Ja, nuk është e mirë të bëhet për hapet diçka të tillë tek ata muslimanë që arrin të bëjnë dhikr me gishtat dhe mollzat e tyre. Duke marrë të mirësi që përmendi profeti alayhis salam, ato janë përgjithëse dëshmuese dhe folse. Pra nëse ti bën me atë mjet, e ke privuar të pjesë të trupit nga një dëshmi e hajrit për ty. E ke privuar. Dhe e ke privuar veten nga ajo që është më e mira suneti i profetit alayhis salatu wassalam. Prandaj përkufizoje veten gjithmonë tek suneti i profetit alayhis salatu wassalam. Elusim Allahun azza wa jalla, na japi neve dituri dhe përqendrim në fenë e tij, na ruaj neve nga gabimet dhe devijimet. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.